Dosjet e reja të publikuara nga autoritetet amerikane në lidhje me hetimet për financierin Jeffrey Epstein kanë nxitur debat dhe reagime të shumta në opinionin publik, pasi në to përmend edhe emra të njohur të botës të biznesit dhe teknologjisë. Mes personave të cituar në dokumenti janë miliarder Elon Musk dhe Bill Gates, për të cilët theksohet që kanë pasur komunikime apo kontakte të kufizuara në periudhë të ndryshme kohore. Elon Musk reagoi publikisht përmes platformës X duke sqaruar se marrëdhënia e tij me Epstein ka qenë minimale dhe se ai ka refuzuar vazhdimisht qoftes për të vizituar pronat private të këtij të fundit. Musk theksoi se disa emaile të vjetra mund të dalin jashtë kontekstit dhe të keq interpretohen, duke krijuar perceptime të gabuara për publikun. Dokumentet përmendin një shkëmbim mesazhesh të vitit 2013 të lidhur me një vizitë të mundshme gjatë pushimeve, por nuk ka asnjë konfirmim se një takim i tillë ka ndodhur realisht. Në dosje përmenden gjithashtu edhe Bill Gates përmes disa komunikimeve të përfshira në arkivën e hetimit. Përfaqësuesit e këtij kanë hedhur poshtë kategorikisht çdo pretendim që mund të cënoj integritetin apo reputacionin e tij, duke i cilësuar si të pavërteta dhe të pabazuara në fakte. Nga ana tjetër, autoritetet amerikane kanë bërë thirrje për kujdes në interpretimin e dokumentave, duke sqaruar se përfshirja e emrave në materiale hetimore nuk përbën automatikisht provë dhe përgjegjësi penale. Sipas tyre, shumë prej përmbajtjeve janë referenca, komunikime apo pretendime të paverifikuara që kërkojnë kontekst dhe verifikim të mëtejshëm. Publikimi i dosjeve pritet të vijojë të gjenerojë reagime, ndërsa hetimet për rrjetin dhe aktivitetet e Epstein mbeten një nga çështjet më të ndjeshme dhe më të diskutuara në SBA.